Sa interesant që jemi në shqiptarët, vëm një sy blu ose një kukull të shëmtuar mbi çatin e një shtëpie të re. Hedhim derdhim raki kur del nusja, me shpresën që gjoja do t'i shkojë mbar. Gatuajm peshk për vitëri se gjoja do na sjelli shumë para. Disa gatuajnë lakër të bardhë, kam dëgjuar, prap me shpresën që do t'u sjell shumë fat. Mbajnë hudhër që mos t'i kapi syri keq. Shkruajnë nuska me i bëgropën dikujt tjetër, hedhin sheqer në për shtëpia, në për biznese, akrip në për dyert e bizneseve. Po ndrojnë rrugën kur kalon mace e zezë. Nuk kuptojnë ndonjëherë të martave, se është gjuna. Çfarë ka tjetër që bëjnë shqiptarët? Nuk shkundi natën se u ikën kismeti shtëpisë. Nuk presin flokët në kohë të caktuara ose i presin kur është hëna e re. E plot të tjera. Dhe kur dikush pyet a ka jetë për te vdekjes, papritur bëhemi të gjithë filozof edhe bëhemi të gjithë mendjet e mëdha, kokat e mëdha të shkencës, që kemi studiuar gjithçka, e kemi hyrë filozofisë me kokë, ne që mezi kalojmë klasën ndonjëherë, edhe që scrollim nëpër TikTok, edhe fillojmë edhe qeshim, dhe na duket si idiotësi nëse dikush ka shkruar dhe bën këtë pyetje, ose dikush, një si unë për shembull, që jam askushi sipas këtyre personave, diskuton rreth kësaj pyetje, a ka jetë pas vdekjes? Edhe dikush që ka zgjidhur gjithë dilemat e botës, më kthen përgjigje. Më kthen përgjigje se shqyr që më shkoi mendja mua, se nuk i kishte shkuar askujt. Po këtë personin po e pres akoma të më tregoj se si e zgjidhi këtë dilemën edhe dilemat e tjera të jetës. Po mbase është i zënë duke vënë një sy të keq tek dera e shtëpisë, ose kujdihet, mbase është duke hedhur sheqer akrip në ndonjë parvaz biznesi që t'i shkojë mbar. Herën tjetër kur bëni si të mençur në postimet e dikujt, ndoshta ndalni edhe mendoni. Mbase kjo pyetja mund të duket kot, mbase nuk është kot aq sa e kemi menduar. Mbase, nëse ti vërtet e gjen përgjigjen e pyetjes a ka jetë pas vdekjes, mund kesh gjetur gjën më të rëndësishme. Pse? Sepse nëse pas vdekjes nuk ka jetë, atëherë ç'kuptim ka e mira dhe e keqja në këtë botë? Nuk ka asnjë lloj kuptimi, nuk ka sens. Por nëse ka jetë pas vdekjes dhe me të vërtet secili nga ne do të gjykohet për çdo gjë, madje për çdo fjalë goje të kot që kemi nxjerr, thot Jezusi, atëherë ja vlen që ta kërkosh, sepse pasoja për pasivitetin ndaj atij realiteti janë më të mëdha se sa ajo jetë aq e shkurtër që ne jetojmë në këtë botë. Kur ta gjesh përgjigjen e kësaj pyetje, komento, sepse jam kurioze të di edhe unë çfarë ke gjetur ti që unë nuk e kam kuptuar. Zoti të bekoft, edhe dëgjohemi në videon tjetër. Mos harro të subscribesh nëse të pëlqen të diskutosh mbi tema të tilla që lidhin jetën e përditshme me besimin, me dimensionin shpirtëror, emocional të jetës së njeriut. Mirupafshim.